10 detonatorë ndezës me fitila janë gjetur pranë lumit në fshatin Gnieżdan dhe janë dorëzuar në stacionin policor të Leposavisit nga njësitë e KFOR-it dhe Policisë së Kosovës. Sipas raportit policor, pajisjet shpërthyese u zbuluan gjatë patrullimeve të përbashkëta të shtunën rreth orës 11:30 të mëngjesit dhe menjëherë u dërguan për verifikim dhe siguri. Në vendngjarje kanë punuar njësitë e hetimeve, të cilat po kryejnë procedurat për evidentimin dhe analizimin e materialeve. Prokurori i shtetit ka urdhëruar që rasti të trajtohet si armbajtje pa leje, ndërsa hetimet nga njësitë kompetente po vazhdojnë. Për këtë rast ka dhënë më shumë detaje ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Sfesla. Sipas tij, Serbia përmes bandave kriminale terroriste ende po vazhdon të planifikojë ndërmarrë sulme terroriste në Republikën e Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s po zhvillon sot një protestë para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, duke kërkuar lirimin e ishkrerëve të UÇK-s. Protesta ka nisur në orën 13 dhe sipas OVL UÇK-s, në të do të marrin pjesë mijëra qytetarë, përfshirë shumë nga mërgata kosovare. Për këtë organizim janë përgatitur edhe 285 letra që do t'u dërgohen anëtarëve të Asamblesë së Këshillit të Evropës. Kjo është protesta e 4 pas atyre të zhvilluara në Hag, Prishtinë dhe Tiranë. Ambasada e Republikës së Kosovës në Ljubljanë ka njoftuar të gjithë shtetasit kosovar që të shtunën kanë mbetur pa targa të automjeteve të lajmërohen për këshilla dhe asistencë lidhur me kthimin në Kosovë. Ky reagim ka ardhur pasi disa qytetarë që udhëtuan me automjete në Sloveni për ndeshjen e Kosovës raportohet se u janë marrë targat e makinave. Ambasada bën me dije se rastet duhet të raportohen fillimisht në Policinë e Republikës së Slovenisë, ndërsa për informacione shtesë mund të kontaktohet linja emergjente e ambasadës. Sindikata e punëtorëve të Radio-Televizionit të Kosovës ka njoftuar se u ka dërguar letra zyrtare disa prej institucioneve më të larta evropiane. Në këto komunikime, sindikata ka paraqitur situatën e rënduar financiare në RTK, ku punonjësit ende nuk kanë marrë pagat, ndonse institucioni po i afrohet muajit dhjetor. Sipas sindikatës, ky është një zhvillim tetë shqetësues që përbën shkelje të drejtave të njerëzit dhe të punës, duke vënë në rrezik mirëqenien ekonomike të qindra familjeve. Si pjesë e reagimit të mobilizimit të punëtorëve, sindikata ka paralajmëruar se të hënën nga ora 11 në oborrin e RTK-s do të mbahet një grevë njëorëshe ku të gjithë punonjësit ftohen të pezullojnë punën si një akt simbolik dhe i vendosur për të kërkuar zgjidhje. 3 palestinezë janë vrarë në një bombardim izraelit në lindje të Khan Yunis në Gazën Jugore, tha një burim në kompleksin mjekësor Nasser për Al Jazeera. Raportohet se Izraeli ka kryer sulme të shumta ajrore, një në lindje të Khan Yunis dhe tjetrën në lagjen Zeitun të qytetit të Gazës. Ushtria izraelite vazhdon të shënjestrojë vende brenda të ashtu quajturës vije e verdhë në zonat që janë ende në kontroll të saj. Për më tepër, kushtet e dimrit po ushtojnë vuajtje shtesë, qindra mijëra palestinezëve të zhvendosur që ende jetojnë me frikë dhe në një krizë humanitare që po thellohet. Ukraina po punon për të rifilluar shkëmbimet e të burgosurve me Rusinë, të cilat mund të sjellin në atë dhënë 1200 të burgosur Ukrainas, tha të dielën presidenti Volodymyr Zelensky. Rustem Umerov, sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare të Ukrainës, ka thënë gjithashtu se zhvilloi konsultime të ndërmjetësuara nga Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe për rifillimin e shkëmbimeve. Ai tha se palët rënë dakord të aktivizojnë marrëveshjet e shkëmbimit të burgosurve të ndërmjetësuara në Stamboll për të liruar 1200 Ukrainas. Moska nuk është përgjigjur akoma.